ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ولذا ndërshëm fillimisht falënderojm Allahun Azza wa Jall I cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojm Allahun Azza wa Jall I cili na mundsoi ta përjetojmë dhe këtë muaj madhështor. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që mos ndahemi prej këtij muaji vetëm të pastruar nga mëkatet. Sot me emrin e Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste që të marrim mësime nga ky muaj madhështor. Nga se Allahu Azza wa Jall nuk obligon diçka për besimtarin vetëm në ta ka mësime. Një ndër mësimet që I përfituam dhe I përfitojmë nga ky muaj është ledhët të ndërshëm që rastet e mira duan të shiqohen me syrin e ukeshës. Kur themi që të shiqohen me syrin e ukeshës, çfarë kemi për qëllim? Kemi për qëllim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu paraqiten ummetet e mëparshëm ditën e gjykimit. Pra pejgamberi Allahut I pa ummetet që ishin para ti të ringjallur në ditën e gjykimit. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pash pejgamber të madh që me ta në ditën e gjykimit dhe vetëm nuk ish vetëm një grup njerëzës që ju patën përgjigj. Po tregoi dhe pejgamberi Allahu dhe tha, pa është dhe pejgamber që nuk kishin me ta vetëm një njeri apo di xhamatli. E pastaj tha pejgamberi Allahu, pastaj e pash një turm të madhe, turm e madhe njerëz, shpresova dhe dëshirova që të jenë nga ummeti im. Mirë po njëtova se kjo turm është xhamati Musait alayhi salatu wassalam. E pastaj I thuat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shiqo në horizont. Tha shiqova një horizont, ma është një turm shumë të madhe, ma e madhe se turma e Musait alayhi salam. Dhe pastaj gjithashtu më thanë shiqo në pjesën e horizontit tjetër shiqova. Ta e pash një turm gjithashtu e madhe. Dhe atëherë njoftuan pejgamberin Allahu dhe I thanë, kja është ummeti it. Në mesin e ummetit tanë janë 70.000 njerëz që do të hinë xhenetin Allahut Azza wa Jall pa llogari. Lejo të ndershëm, ku pejgamberi Allahut të tregon të këtë hadith, në mejlisin e pejgamberit Allahut, I
Ish një sahabi quajtur Ukasha ibn Mihsan. Ngritët Ukasha dhe i thot: ja Rasulullah, lutë Allahun Azza wa Jall që të jem nga ato. Pra Ukasha ibn Mihsan shizon rastin që të lutet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta, që të jetë nga ata që do të hinë xhennetin Allahut Azza wa Jall pa llogari. Tha pejgamberi Allahut: ti je nga ato. Atër ngritet dhe një sahabi tjetër dhe i thot: ja Rasulullah, lutu dhe për mu që jem nga ato. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ukasha të parapriu. Pra vëllezër të ndershëm, si duhem të shiqojmë Ramazanin, si duhem që të i shfrytëzojmë këta ditë të bekuar, duhem që të nxitojmë si që nxitoj Ukasha, dhe mos në thuat nesër të parapriu filani dhe halani. Bashkë për këtë pejgamberi Allahu tregoi me shumë hadithe që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ai i cili ban ibadet natë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, që ky lloj ibadetit buron nga besimi dhe nga shpresa që Allahu Azza wa Jall do ta shpërbleje, Allahu Azza wa Jall ja fal të gjithë mëkatet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: dhe ai që e përjeton natën e Kadrit me besim dhe shpresë, Allahu Azza wa Jall ja fal të gjithë mëkatet. Ta pismi vetën tonë, vëllezër të ndersh. A jemi ne sikur Ukasha, që mos ta lejojmë askën që të na paraprin, dhe mos na thuat që ju paraprinën qerat. Dhe thot pejgamberi Allahut: ai që ban namaz natë, pra namazin e taravis, e fal dhe qëndron me imamin deri në fund, i shkruat atij sikur që të fal ta natën. Për këtë arsye na mëson Ramazani që të nxitojmë në vepra të mira, që të garojmë në vepra të mira, që të jemi nga të parë siç ishte Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu an. Na mëson Ramazani, vëllezër të ndershëm, gjithashtu që të madhërojmë ato që i madhroi Allahu Azza wa Jall. Atë që madhron Allahu Azza wa Jall, nëse e çmon dhe madhron, Allahu Azza wa Jall dëshmon me Kur'ani Kerim se kjo është nga devotshmëria. Që thot Allahu Azza wa Jall, thot Allahu Azza wa Jall në Kur'ani Kerim: dhalika wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwal qulub. Kush i madhron simbolet e Allahut Azza wa Jall, dëshmon nga devotshmëria e zemrave të tyre. Pra thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: men lam yada qawla az-zuri wal amala bi, falaysa lillahi fi haja an yada ta'amahu wa sharabahu. Ai që nuk e lën fjalën e dytë, ai që nuk i lën punë të liga, nuk ka nevojë që Allahu Azza wa Jall t'ja praktikojë vetëm ushqimin dhe pirjen. Pra vëllezër të ndershëm, në këtë muaj ne madhrojmë Allahun Azza wa Jall jo vetëm me agjerim, po e madhrojmë Allahun Azza wa Jall me çdo sen që Allahu Azza wa Jall nuk e pëlqen. Ne jemi ata të cilët e praktikojmë, do të praktiset fjala e ligë, do të lihen veprat e liga, do që të madhrohet Allahu Azza wa Jall çdo herë në veçanti në këtë muaj, nga se madhrimi këtij muaji, shenjtërimi këtyre ditëve të bekuara, është nga devotshmëria, dhe s'ka mundësi që të madhron këtë muaj vetëm ai devotshmi. Dhe kjo është një qëllimi i obligimit të agjerimit, nga se Allahu Azza wa Jall thënë Kur'ani Kerim: o ju besimtar, juve ju ka obligu agjerimi në atë formë si që obligu dhe popujve të mëparshëm që të arrinit devotshmërinë. Na mësoi Ramazani, vëllezër të ndershëm,
Gjithashtu që ta madhrojmë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thot pejgamberi Allahu se njerëzit janë në mirësi përderisa e ngutin iftarin dhe e vojnojnë sifirin. Edhe pse logjikisht ndoshta dikush mendon se ai që agjeron sa ma gjatë ka ma shumë sevape. Megjithatë na mëson sunneti pejgamberit Allahut se ngutja e iftarit dhe vonimi i sefirit është nga simbolet e sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai që i majdhëron sunnetet e pejgamberit Allahut është ai më i dashur tek Allahu azza wa jall, është ai më i lartë tek Allahu azza wa jall, dhe nuk arrihet dashuria Allahut azza wa jall vetëm me pasimin e sunnetit pejgamberit Allahut. Pra dhe të ndershëm, që është e preferuar që ne të qelmi iftar me hurma, nga se qelë të pejgamberi Allahut. Nëse në mungojnë hurmat, është e preferuar që të qelmi me ujë, për arsia për shkak se pejgamberi Allahut qelte. Pra nëse kujdesmi në hapjen e agjerimit apo qeljen e agjerimit në atë formë si që ka qelë pejgamberi Allahut, ngritmi në sifir dhe mprishmi rahatin ton, ngritmi në sifir që do praktikojnë sunnetin e pejgamberit Allahut, atëherë përse në ditën e përditshme ne nuk madhrojmë sunnetin e pejgamberit Allahut. Pra në mësoj Ramazanit dhe madhrimi sunnetit pejgamberit Allahut është nga devotshmëria. Nuk e madhron sunnetin e pejgamberit Allahut vetëm ai që don Allahun azza wa jall sinqerisht dhe dëshiron që të arrijë dashurinë Allahut azza wa jall. Pra të Allahu tha në Kur'anin e Kerim: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Nëse ju pretendoni dhe thoni se e doni Allahun, hecni pas meje, do t'ju don Allahu dhe do t'ja fal mëkatet. E kuptuan vëllezër të ndershëm se cila është rruga për të arritur dashurinë e Allahut azza wa jall? Dashuria e Allahut azza wa jall nuk arritet vetëm nëse hec pas hapave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përse ne falmi taravih në Ramazan, nga se pejgamberi Allahut falte namaz natën veçanti në Ramazan. Përse vëllezër të ndershëm në Ramazan ne him një itikaf, izolomin xhami në shtëpit Allahut azza wa jall, për shkak se pejgamberi Allahut nuk e kalon kurrë në jetën e vet. Vetëm një vit që i ka kalu dhe pejgamberi Allahut e ka kompenzuar muajin Shawal. Pra çdo sen që veprojmë në këtë Ramazan, përgjigja është për shkak se pejgamberi Allahut ka vepruar. Përse ne jemi ata të cilët përkushtohemi ne në Ramazan në këtë formë dhe në këtë mënyrë, ka se pejgamberi Allahut ishte nga ato të cilët e vepronte. Përse ne përkushtohemi leximin e Kur'anit Kerimit, ka se pejgamberi Allahut lexonte dhe përsëritte Kur'anin Kerimin veçanti në Ramazan. Pra do vëllezër të ndershëm, çdo sen që veprojmë ne vëllezër të ndershëm, jemi ato që e praktikojmë dhe ecmi pas sunnetit pejgamberit Allahut. Dhe këto bëhet pa përshtuat pyetja pse vitrit falet me xhamat në Ramazan. Ka se pejgamberi Allahut e falte. Pra do të ndershëm ne përse veprojmë për shkak se pejgamberi Allahut vepronte. E nëse pejgamberi Allahut ka qenë model dhe janë model në Ramazan, përse mos të jetë pejgamberi Allahut model dhe jashtë Ramazanit? Pra Ramazani na mëson që ne ta çmojmë sunnetin e pejgamberit Allahut. Të na tregon se praktikisht dini Allahut s'ka mundësi që të zbatohet vetëm me një model, aja është model i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Ramazani na mëson që ta çmojmë sunnetin e pejgamberit Allahut. Ramazani na mëson që të ecmi pas hapave të pejgamberit Allahut. Si që na mësoj ai se ti qelmi iftar, si na mësoj ai që si të bëjmë namaz, si na mësoj ai që ti të adhurojmë Allahun azza wa jall. Ne veprojmë që të folë me Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Jashtë vëllezër të ndershëm, Ramazani neve na mëson se Allahu azza wa jall nuk e angazhon njeriun vetëm sa mundet me bardh. Për ata nëse para Ramazanit ju ka duk dikuj diçka që është eron për ata, dhe kur i ki thonë se Allahu azza wa jall ta ka ndalu, leja atë që Allahu azza wa jall ta ka ndalu, qesher ka thonë e di se nuk është e mirë, po e kam vështirë, në one nuk mujt të veproj.
Dhe në Ramazani vëllezër të ndershëm, që ta zbulon se Allahu Azza wa Jall nuk e obligon njeriun vetëm sa mundet me bardh. Ku ja ka bërë mendja se ka mundësi njeriu ta praktizoj ushqimin, pirjen, gjatë ditën dhe mos ta dhe mos të pinë dhe mund të përballon dhe në Ramazani agjerimi që zbulon takatin, fuqin e njeriut. Pra e kuptojmë se atë që ka thonë Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, në Ramazan në qartë dhe kuptojnë se la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu Azza wa Jall nuk e obligon njeriun me diçka, vetëm ashtë atë çka ka mundësi me bardh. Edhe nëse fillimisht të duket diçka e vështirë, mirë po nëse i mbështetës Allahut Azza wa Jall dhe e ban nijet dhe je vendosur në ata, Allahu të ndihmon, siç të ndihmon Allahu Azza wa Jall në Ramazan. Allahu të ndihmon dhe jashtë Ramazanit, dhe mos shkoj mendja se diçka Allahu të ka angazhu me diçka që s'mundesh me bardh, për çka se Ramazani që të zbulon sekretin e fuqisë së njeriut, kur ata jo besimtarët nuk ja merr mendje që të qëndrojnë të ditën pa ngrënë dhe pa pi. Mirë po na e besimtarët në përmes agjerimit e zbulojmë fuqin ton që e posedojmë dhe kuptojmë se Allahu Azza wa Jall nuk e ngarkon njeriun vetëm me atë që mundet me bardh, vetëm me atë që mundet me kri. Para thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Esta'in billahi wa la ta'jaz, ndiki kërkon dim pejonës Allahut Azza wa Jall dhe mos u trego i pa aft, asnjëherë mos thuaj që cilën Allahu Azza wa Jall të ka obligu se s'muaj. Mirë po kërkon dim pej Zotit tanë, Allahu Azza wa Jall ka me të ndihmu si që po të ndihmon në Ramazan, si që ka ndihmu muslimanët mesin e pikës e verës, kanë agjeru derisa në atë kohë që cilët kanë qenë të raskapitur me punë, kanë ka bas mundësi që të agjerojnë. Vetëm çështja është se ti a e mbështet fuqin tonë në Zotin tanë, apo e mbështet në vetën tonë dhe kapacitetin tanë. E ne gjdosen nëse i mbështet me Allahu Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall të vështirën të lecon, dhe Allahu Azza wa Jall nuk e obligon njeriun vetëm me atë që mundet me bardh. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ta ban Ramazani për ne shkollë mësim. Allahu Azza wa Jall e lusmi që Allahu Azza wa Jall ibadetin e këtij muaji Allahu Azza wa Jall nga ne të pranon. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Dhe të ndërshëm Ramazani gjithashtu në mëson se ibadeti, adhurimi ka një lloj shije, ka një lloj ëmbëlsire që kjo ëmbëlsirë nuk ndihet me majën e gjuhës. Ëmbëlsira e imanit, ëmbëlsira ibadetit shijohet me shpirt. Pra ata shumë musliman kur ulen në triezën e iftarit dhe njën një lloj kënaqësie që nuk mund të përshkruat me gjuhën e njeriut. Dhe ato mendojnë se kjo është një kënaqësi e Ramazanit, mirë po nuk e dinë se kjo është kënaqësia e ibadetit. A thonë të pejgamberi Allahu se agjeruesi ka dy lloj kënaqësie. Kënaqësia e parë kur ulet në triezë për të qelë iftar. A dini pse vëllezër të ndershëm, kjo është kënaqësia e parë. Kënaqësia e parë është për shkak se Allahu ja mundsoi këtij të plotëson një lloj ibadeti. Siç e nin një lloj kënaqësie të ibadetit, siç e nin kënaqësinë e ibadetit të agjerimit në mbrëmje dhe në iftar, do të nish dhe një kënaqësi kur takohesh me Allahun Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahu na ka treguar se imani ka një lloj shije, një lloj ëmbëlsire, që nuk ka mundësi ta shijojnë këtë ëmbëlsirë vetëm ata të cilët janë të kënaqur që e kanë Allahun Azza wa Jall Zot të tyre. Këtë lloj të ëmbëlsirës nuk mund të shijojnë
Vetëm ato që janë të kënaqur që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e kanë të dërguar të Allahut. Dhe këtë shije nuk mund të shijojnë vetëm ata që janë të kënaqur që Islamin e kanë fe të tyre. Pra tonë të pejgamberi Allahut me hadithin që transmeton Enes ibn Malik, që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot 3 lloj njerëz e shijojnë ëmbëlsirën e imanit. Njeri be ato që e don ai që e don Allahun azza wa jall dhe pejgamberin Allahut më shumë se çdo kan. Nëse e pyet dikan pse agjeroj për gjë përgjigj Allahut azza wa jall. Në çfarë forme agjeron modelin e pejgamberit Allahut. Për ata shijen të cilën e ndihen me shpirt. Çdo lloj ibadeti ka shijen e vet nëse ja jep hakun. Mirë po ne i him në hak ibadetit ton dhe privohemi nga kjo shije. Sikur një që japmi hakin çdo lloj ibadetit, do ta shijojmë një ëmbëlsirë siç e shijojmë në Ramazan. Pra ata të gjithë thojnë se Ramazani ka një lloj shije, ka një lloj kënaqësie. Kjo është kënaqësia e gotën këtë dunja, kënaqësia më e madhe është ku takohemi me Allahun azza wa jall. Dhe Allahu azza wa jall të shpalos shpërblimin e atyre që kanë sakrifiku për Allahun azza wa jall. Ramazani na mëson që ne të përpiqemi të përpiqemi në çdo lloj të ibadetit që ta shijojmë ëmbëlsirën e imanit. Ëmbëlsira e imanit shijohet vëllezër të ndershëm në Ramazan, sa më shumë për shkak se gjallët janë të lidhur. Dhe neve na mundsohemi që jemi më të përkushtuar në Ramazan. Do të jetojmë të kënaqur dhe jashtë Ramazanit, sikur që jetën tonë ta bëjmë Ramazan. Ramazan në nënkupton që ti përfillmi urdhët e Allahut azza wa jall dhe të ndalohemi ku Allahu azza wa jall na ka ndalu. Gjithashtu lejo të ndërshëm Ramazani na mëson se kjo jetë është e përkohshme dhe kalon. Ja pra gjisma e Ramazanit shkoi. E ka njerëz që ende janë përvel që të adhurojnë Zotin e tyre. Mirë pa të shpresojnë që të përjetojnë natën e Kadrit. Si keme përjetuar natën e Kadrit vllai dashur musliman, kurse ende ti si e përgatit që të përjetojsh natën e Kadrit. Ende si aktivizu kurse gjisa Ramazanit shkoi. Pra sikur që kalon Ramazani, kalon dhe jeta. Sikur pa marrë parasysh që njeriu çfarë do lloje vujtje që të përjeton këtë dunja. Leo të ndërshëm në iftar e haron ai që e ka përjetu gjatë ditës. Në iftar haron ai që ka qenë i uritër. Ai haron çdo vujtje që e ka pas gjatë ditës. Kështu është dhe dunjaja dhe ahireti. Transmeton Enes ibn Malik që thot pejgamberi Allahu, do të sjellët njeriu më i lumtur nga këtë dunja në ditën e Kiametit. Vetëm kur e prek zjarmi e pyet Allahu azza wa jall, a ka përjetuar ndonjë kënaqësi në jetën tonë, thot kur asnjëherë. Dhe do të sjellën ditën e Kiametit njeriu më i vujtur në këtë dunja. Dhe vetëm që të hinë në xhenet e pyet Allahu, a ka përjetuar ndonjë vujtje, thot asnjëherë. Pyte atë që ka gjeru gjatë ditës, ka vujt dhe arës ka pit dhe lodhën gjatë ditës. Jo ka shkromu bust ati, basi qele iftare pas disa qaste. Pyte ata, si e përjetove këtë ditë, thot kam pas një loj vështërsire, mirë po jarrova të gjithë vështërsit. Pra më Ramazani në mëson vëllezër të ndërshëm, që ne mos të abitmi me këtë dunja, mos të kapmi me këtë për çka se janë kalimtare. Kënoj ujqet të cilët i përjeton gjatë ditës, i përngjasojnë vujqes e dunjas, me qeljen e iftarit i arron të gjitha, para ta dhe me vdekje dhe me takimin Allahut azza wa jall, do t'i arrosh të gjithë vujqet e dunjas, para thot Enes ibn Malik, që thot pejgamberi Allahut, ai i cili ka sit në ahiret, Allahu azza wa jall, do t'a shpërbleme, 3 shpërblime, Allahu azza wa jall, ai që përpiqet për ahiret, Allahu azza wa jall do të ban pasanik në zemër. E dita nga jo, thot Allahu jam grumbullon, Allahu jam ledh problemet. Dhe thot ka me ardh risku dunjas, edhe nëse dunja janë ik prej ati, e ka të domosdoshme me i ardh. Ndërsa ai që i ka sind vetëm dunja, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu do të varfëron në zemër. Sa grumbullon, ala vrapon ma shumë me grumbullu.
Pra vëllezër të ndershëm, gjithë ne njohmi njerëz të cilët posedojnë miliona. Se kur me jetu ai 500 vite, do t'i kishin mjaftu ati gjemve dhe nipave të ti për t'i shpenzu. Megjithatë ende vrapon për shkak varfërisë së zemrës. Ende është i pangopur, ende është i pakënaqur. Luna Zot, për ata vëllezër të ndershëm, thot pejgamberi Allahut, Allahu Azza wa Jall e varfron në zemër. Dhe Allahu Azza wa Jall ja shpërndar problemat. Se cilën Ramazanin e kaluar thonte, si vetë në kanë dalë disa punë, në Ramazanin e arshëm do të më shifni, këtë Ramazan ju kanë difishu problemat. Pra vëllezër të ndershëm, nga se ai i ka sit në dunja, Allahu Azza wa Jall ja ka zgjeru dhe ja ka zmadhuan problemat. Dhe thot nuk merr prej kësaj dunjas, vetëm Allahu Azza wa Jall atë sa ja ka caktu. Ja ashtu na mëson vëllezër të ndershëm, agjerimi dhe Ramazani na mëson se ne jemi të nevojshëm për Zotin ton. E Allahu Azza wa Jall nuk është i nevojshëm për ne. Çfarë mendon se sikur që të vjen iftari dhe s'ke mundësi me çka me qelë në iftar? Çka mendon se nëse vjen iftari, s'ke mundësi që ta shuajsh etjen tane, që ta largosh urinë tane? Para të vëllezër të ndershëm, agjerimi na mëson neve se ne jemi të vobek për Zotin ton, ne jemi të nevojshëm për Zotin ton. Fornizuesi është Allahu Azza wa Jall, ai që na ushqen dhe na jep me pi është Allahu Azza wa Jall. Pra agjerimi na jep mësim që ne jemi të nevojshëm për Zotin ton. Nuk ka mundësi të shuan eqen ton, nuk ka mundësi që të largon urin ton. Vetëm Allahu Azza wa Jall, para të tha Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, ja ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. O ju njerëz, ju jeni të varfër, të nevojshëm për Zotin tuaj. Allahu është i pasur, i falemderuar, i adhuruar, para se ju të adhuroni, para se ju të falemderoni. Çfarë mendoni nëse mungon rizkun të trezën tuaj? Kush është që e sjell rizkun pos Allahut? Allahu Azza wa Jall që ashtu thot, çfarë mendoni nëse Allahu ta ngren ujin në thellësinë e tokës? A ka fuqi në sipërfaqen e tokës që të nxjerr pikën e ujit për të shujt eqen tone? Ramazani vëllezër të ndershëm është për plot mësime. Ne falenderojmë Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall na obligoi këtë lloj adhurimi që e don Allahu Azza wa Jall. Ko vetëm e Roma e gojës së agjeruesit është më e dashur te Allahu Azza wa Jall se era e parfimit. Para ata le të garojmë vëllezër të ndershëm për çka se ditët po kalojnë shumë shpejt. Që thonte Hasan al-Basriu, o ti njeri, nuk je ditë tjetër, vetëm i përbën prej ditëve. Çdo ditë që kalon një pjesë e jo që mbaron. Nuk kthehet ajo ditë deri në ditën e gjykimit. Apo siç ka thonë Hasan al-Basriu, Allahu Azza wa Jall, ku ta përfundoj ditën, Allahu Azza wa Jall e volos atë ditë dhe nuk e heqet dvull të kësaj dite. Vetëm Allahu Azza wa Jall ditën e gjykimit. Përpiqu orvato për derisa je gjallë të shfrytëzosh këto mirësi që Allahu Azza wa Jall ja ka ofruar për të gjithë atinve që dëshirojnë të përfitojnë nga këto mirësi. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall agjerimin Allahu ta pranon. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta jap fuqi që të jemi më aktiv në ibadet. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta na inspiron dua dhe lutje që Allahu Azza wa Jall i don dhe i ndëgjon. Lutim Allahun Azza wa Jall që të vdekurit tanë që i kena përcjell para akiret, Allahu ti mëshiron. Të semur tanë Allahu Azza wa Jall të i shëron. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta mundson të përjetojmë natën e Kadrit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.